Selam aleikum të dashur miq, ky është emisioni Drejt për Drejt e thëna e pa thënë dhe sot jemi në shoqëri të Hoxhës Ekrem Avdiu me cilin do të flasim për një temë tjetër. Kosova këtë ditë shënon ditët e çlirimit, ndërkohë ne do të flasim rreth rëndësisë së madhe që ka liria dhe mënyra e format se si duhet ta ruajmë atë dhe si duhet ta transmetojmë, ta përcjellim kuptimin e drejtë të saj tek brezat e ardhshëm. Mirë se vjen Hoxh. Mirë. Koncepti liri, çka do të thotë për ju? Sidomos sot, kur kujtojmë edhe gjithë ato sakrificat që janë dhënë në të kaluarën për ta jetuar lirin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nga njëherë jemi të paaft për të interpretuar konceptet caktume, sidomos ato të cilat janë të rëndësisë madhore, ato të cilat kanë vlera të veçanta. Sikurse është koncepti i lirisë. Pra liria është diçka që përjetohet dhe ai që përjeton e di se çka është ajo, por nuk ku e di, ndoshta pak kush ka folë për atë se çka është liria, nga se është aq e gjithditun, është aq e nevojshme. Kanë nevojë njerëzit për të, sa që njerëzit sakrifikojnë ndërpreza gjëra të shtrejta, të shumta. Megjithatë, mbas edhe për shkak të kësaj edhe nuk ju del kohë me tregu teorikisht se çka është liria. Unë mendoj se liria është e drejta për të jetu. E drejta për të jetu dinjitetshëm, jo do si do. E drejta për të manifestu atë që të takon, e që nuk e cënon të njëjtën të tjetri. Themi, liria ime përfundon aty ku fillon e drejta jote, edhe kjo për një mend është diçka madhështore, e thonë, edhe duhet përjetuar në këtë formë. Në përgjithësi, ata njerëz që e kanë përjetu të kundërtën, kanë jetu në kohë të caktuar, të privuar nga liria, mendoj se ata më së miri din të tregojnë se çka është liria. Ata më së tepër me e çmojnë lirinë. Ata në një farë mënyre e din se megjithatë ajo që na takon, edhe gjitha ato të mira të cilat i shfrytëzojmë në jetën tonë, të gjitha ato e ka një renditje sipas vlerës edhe rëndësisë, edhe në ato që kanë të bëjnë me jetën në tokë, edhe me lidhjet toksore, liria mbase është në krye të asaj liste. Për arsye se lidhja me qiellin gjithsesi është një dimension tjetër, besimi. Mirë po prapë edhe besimi e do një liri, për atë arsye i thojnë liria e besimit, liria e manifestimit e kështu me radhë. Liria mendoj se e te i kalon atë dashurinë, e te i kalon patriotizmin, ose është ndërthurën atë shumë me këto nocione, sa që liria mbetet ndoshta një ndërshenjtëri kryesore të paprekshme që njeriu duhet të luftojë për to. Duhet të investojë në to. Në kontekstin e ditëve të çlirimit, sa herë që shënohen në Kosovë, a është pikrisht atë dashuria sinonim i lirisë për qytetarët tanë, sidomos për ata të cilët shumë e kërkonin para se të vinte? Bujar, për mendimin tim janë nocione që plotësohen ndërmjet vete, nuk janë sinonime. Për arsye se njeriu edhe kur është në robëri, mundet me kultivua dhe dashuri, por megjithatë lirinë akoma nuk e ka arrit. Por sikur të mos ishte ajo dashuri për atë dheun, për familjen, kombin, për besimin, për vlerat, për drejtësinë, të gjitha këto, atëherë sigurisht që njeriu nuk do të kishte motivin e mjaftueshëm për të luftuar për liri. Nga se
liria lidhet shumë edhe me identitet, liria lidhet shumë edhe me besim, liria lidhet shumë edhe me dallimet që ekzistojnë mes njerëzve. Dhe mbase njerëzit do të mund ta gëzonin lirin dikun tjetër, por ata e donin në vendin e tyre, në vendlindjen e tyre. Po, ajo gjithsesi, po jo, dua të them diçka tjetër unë. Nëse kostoja e lirisë, kjo është shumë hipotetike, edhe mund të tingëlloj shumë pa lidhje, megjithatë do ta them. Nëse kostoja e lirisë do duhet të ishte tjetërsimi, atëherë çfarë vlere do të kishte liria? Shembull, nëse ne si njerëz të këtij nën qielli derisa jetonim në robëri, nëse hipotetikisht do të pranonim të ndronim gjuhë, fe, besim, tradita, edhe të tjetërsoheshim, të asimiloheshim ashtu sikur se na donin armiqt. Mbas edhe lirin do ta fitonim, por arsye se do të jetonim të barabartë me ta se ekzistonin edhe oferta të tilla, të tjetërsimit, të asimilimit. Unë menoj që gjithmonë ka synime të kësaj natyre. Gjithmonë ka, po janë pikërisht ato dallimet në identitet në mes njerëzve, ato që i bojnë mes tjerash. Që për të manifestuar kërkojnë liri. Jo, po du të them, dallimet në identitet mes njerëzve nga njëherë janë arsyet kryesore pse njerëzit konfliktohen ndërmjet vete. Për arsye se jeta gjithmonë ka pas njerëz të mirë dhe të këqij, njerëz shtypës edhe njerëz të shtypon. Këta shtypësit kanë qenë zullumçara dhe të padrejta, ata të shtyponit pjesa dërmose kanë qenë liridashës. Po pastaj në mesin e tyre ka pas edhe të tillë që si janë konë në gjendje me sakrifiku për lirin në mënyrën e duhur, edhe çka kanë bë. Domethënë janë asimilu ose janë tjetërsu ose janë vunë në shërbim të okupatorit edhe ata në mënyrën e tyre e kanë përjetuar një liri. A ka pas për shembull në atë periudhën jugoslave, pastaj post-jugoslave, deri në çlirimin e vendit tonë, a ka pas njerëz, a ka pas shqiptarë që kanë jetuar mirë edhe në Jugosllavi, edhe në Serbi, edhe kështu me radhë. Ka pas. Pse? Për arsye se ata lirin nuk e kanë pas nuk e kanë pas të përkufizuar ashtu që duhet, po në një farë mënyre e kanë synu atë me çdo kusht, edhe me çdo çmim. E tash në këtë rast ajo nuk është liri, ajo është humbje e identitetit, humbje e dignitetit në radhë të parë. Që unë menoj se prej të gjitha gjanave që njeriu posedon prej atyre njerëzoreve, digniteti është ndoshta në krye të atyre gjanave për nga rëndësia dhe vlera. Digniteti njerëzor është shumë i rëndësishëm edhe të gjitha shpalljet historikisht edhe të gjithë pejgamberët historikisht kanë ardhur me konfirmu shenjtrinë e dignitetit njerëzor edhe paprekshmërinë e tij. Madje edhe kur njeriu ka nevojë me u zgjat dora e ndihmës, digniteti është më prioritet se sa më ngop barkun, se sa më i dhon streh ose me ambulu trupin me rroba e kështu me radhë. S'dua të them që me thonë, okej, rri dignitet shumë ti se s'po të ndihmojmë, jo, po me ndihmu, po gjithë një dignitetin do të me pas në radhë të parë. A njeri që ka dignitet, ai ka aspirata dhe për të jetu i lirë. E ai i cili është i ktill, pastaj është i gatshëm edhe për të sakrifiku, madje unë mendoj se një idealizëm i mirëfillt e çon njeriu deri aty ku ta tejkaloj vetveten. Ta tejkaloj vetveten, bravo. Ashtu që do të kontribuoj, do të sakrifikohet, edhe duke ditë se mbase vetë nuk ka me shiju fitoren edhe frytet e amblat të asaj për çka është sakrifiku. Shembullin më të mirë kemi të dëshmorët në përgjithësi. Dëshmorët nëse i marrim sipas konceptit islam, ata janë njerëzit më të mirë mas pejgamberëve. Edhe njerëzit që Allahu i madhruar i nderon mas tepërmi. Pse? Për arsye se ata për një vend, ata dhanë shumë e sfitun kur gjë në këtë dunja. Për këtë arsye e meritojnë me u shpërbly shumë të Zoti i plot fuqishëm. Kur e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për janë disa momente që i takojnë botës së padukshme, të paprekshme, të pa eksperimentueshme, po momente për cilat ne besojmë për shkak se Zoti na informon për to dhe na informon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tjerash ka thonë se dëshmorët nuk do t'i përjetojnë ato sprovat e varrit
qysh i përjetojnë vdekatarët e rëndomt, edhe pse janë besimtarë. E kur e kam pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pse ndodh një gjë e tillë, ai ka thonë, po mjaft kanë përjetuar sprovë ata duke i dëgjuar dhe përjetuar vringëllimat e shpatave. Pra njerëzit që luftuan për liri, njerëzit që luftuan për drejtësi, njerëzit që luftuan për të mirën dhe për të mbarën, ata realisht kanë përjetuar shumë dhe Allahu i madhruar e merr përsipër me i kompenzu me shpërblim e me sigurinë cilën u afron. Kjo na jep të kuptojmë se idealizmi pra është diçka që njeriu e çon për te interesave të veta personale, edhe unë mendoj se nëse i kthemi pastaj edhe luftës tonë çlirimtare, mendoj se pak kush ose askush, edhe pse mund të ketë përjashtime, po megjithatë unë po e them me përgjegjësi askush nuk e ka prit se mund t'i mbjetoj luftës edhe mund t'i shijoj këto fryte të cilat i shijojmë. Potencialisht të gjithë kemi qenë dëshmorë, por Zoti i ka përzgjedhur vetëm disa. Edhe tash kur e shohim se ne megjithatë u shpërblym duke qenë gjallë, atëherë kuptojmë se ata që kanë shkuar dhe nuk kanë arrit me shiu frytet edhe ëmbëlsinë e lirisë, ata do të shpërblehen edhe më shumë. Sot hoxh ne flasim për ata që e dhanë jetën për lirinë, për dëshmorët, por në anën tjetër këto sprova të luftimeve, të betejave i përjetuan edhe veteranët, në këtë rast ata të cilët luftuan, siç e thatë, potencialisht ishin dëshmor, por në këtë rast nuk e patën atë fat. Nuk e patën atë fat të trënit dëshmor. Mirë po, shumë veteran hoxh është interesante që zgjedhin të heshtin, e të mos flasin për ato sakrifica, për atë mundin që e dhanë për lirin. Pse nuk flasin, pse nuk rrëfejnë? Nuk është se nuk rrëfejnë. Mendoj se ka gatishmëri edhe për të rrëfyer edhe për të folur edhe për të motivuar. Mirë po nga njëherë disa tema, disa biseda, nga njëherë edhe disa rrethana bastardohen deri në atë nivel sa që njeriu që ka parime dhe jeton me parime e ka të vështirë të flasë. Për kontributin e vetë. Po jo vetëm për kontributin e vetë, por bujar kur bëhen shumë shamata, zhurma, aty heshtja është më e mirë se sa të flasësh për arsye se edhe po fole zoni i arsyes, nuk dëgjohet. Për të dëgju duhet të qirësh edhe ti, e ti s'mundesh me u boj këtil. Do thonë nuk si me thonë karakteri vetë nuk e pranon një gjatë tillë, edhe masandej unë mendoj se të gjithë ne çka do që kemi bë, konsiderojmë se ajo është e pakt, konsiderojmë se është dashur me bë më shumë dhe konsiderojmë se funi funit të kemi pas borxh. Është mendësi e modestisë së veteranit kjo? Po unë mendoj se është mendësi e cila duhet të kultivohet. Nuk është i kënaqur veterani që nuk e dha jetën për liri? Tash nuk dua ta trajtoj në këtë formë për arsye se megjithatë kemi mbijetuar dhe kjo ka qenë zgjedhja e Zotit. Edhe nuk mundemi ne me kundërshtuar atë që Allahu i plot fuqishëm ka zgjedhur. Mirë po në situata të caktuara, duke qenë akoma në këtë botë, akoma nuk janë qelë pertet, bujar për me i pa ato për cilat fola, ato për cilat flet Kur'ani, flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hala si kemi pa, hala si me të i pa, që shinderon Allahu ata njerëz që kanë dhënë jetën për liri edhe për drejtësi. Por kur t'i shohim, atëherë sigurisht që do të na mbetet merak pse nuk vdesëm edhe ne. Ashtu sikurse unë mendoj se ka shumë njerëz korrekt sot që u mbetet merak pse s'kanë qenë të aftë ose të rritun ose prezent, ose gjallë në atë kohë për të luftu. Një pjesë tjetër është, sidomos ata të cilët flasin keq për çlirimtarët. Ata mundohen me e zhvlerësu kontributin për shkak të kompleksit që kanë. Kur e dëgjon ndonjërin duke fol keq për UÇK-n, për çlirimtarët në përgjithësi, duke u shpreh me fjalë shpërfillëse, çfarë do të qoftë, edhe fatkeqësisht në këtë kohë 26 vite mas çlirimit po dëgjojmë jo pak bajegit zëshëm edhe shumë pamarre. Flasin për gjëra të këtilla,
Unë mendoj se arsyeja kryesore është se ata njerëz e kanë kompleks pse vetë nuk kanë arritur me bë diçka, pastaj mundohen me e nënvlerësu edhe kontributin e tjetër. Dhe në këtë rast, a duhet ta ruajmë, a duhet ta vlerësojmë dhe ta respektojmë vazhdimisht kontributin e tyre? A duhet të flasim për ta? Gjithsesi po, çdo popull e ka edhe në dije, edhe në vetdije, edhe në ndërdije, respektin për çdo popull i ka legjendat e veta, legjendarët e vet. Edhe ne duhet t'i kemi. Nuk dua të them tash që krejt shoqëria duhet të vrapoj për të bë kushte komode të jetesës ose luksoze të jetesës çlirimtarëve. Jo. Po flas për parime, po flas për vlera. Unë mendoj se vlerat e luftës do duhet të shenjtroheshin në kuptimin që duhet të bëheshin ligje për t'i mbrojtur ato dhe mos lejo asnjërin me u përdhos. A është ky hap për të ruajtur lirinë? Ky është një hap për të mos dhënë, për të mos i lënë hapësirë askujt për ta cënu atë, ose për ta zbehë atë me çfarëdo lloj propagande. Ndërsa për ta ruajtur lirinë është përgjegjësi e secilit, ashtu sikur se është përgjegjësi e secilit për ta ruajtur secilën begati. E begatit, pra po flas tash prej perspektivës edhe këndvështrimit të një hoxhe. Begatit ruhen duke qenë mirënjohës ndaj Zotit fuqiplot pse ta ka dhënë atë begati. Edhe e dyta duke e shfrytëzu, duke e përdor atë begati në atë që është e dobishme dhe pozitive. Edhe liria në këtë rast. Ne duhet ta falenderojmë Zotin e Madhërisëm që na ka mundësuar me jetu në liri. Sa popoj kemi shembuj edhe nga historitë e hershme edhe nga ato bashkohore që për lirinë e tyre kanë sakrifikuar shumë më shumë se ne. Edhe pse edhe kostoja e lirisë son nuk ka qenë e pakt, nuk ka qenë e ulët. Do thonë çdo pikë gjaku që është derdh, është shumë i shtrejtë, gjaku i njeriut është shumë i shtrejtë. Mirë po, ka njerëz, ka popoj që kanë sakrifikuar shumë më shumë edhe kostën e lirisë e kanë paguar shumë më shtrejtë. Çdo kosto është e lartë, andaj duhet të ruajtur atë edhe duhet të falenderoj Zotin që na e ka mundsuar. Pastaj, ashtu sikur se kemi qenë para çlirimit, ashtu sikur se kemi qenë gjatë ditëve të luftës, shumë më homogen si popull edhe si shoqëri, shumë më të afërt edhe më përkrah njëri tjetrit. Ashtu duhet të vazhdojmë të jemi edhe të jetojmë edhe sot. E kam një përshtypje, qofsha gabim, po lutem, qofsha gabim, se ma mirë është me e pas gabim, onë se mi atë qëllu këto që ka po them. Po e kam një përshtypje se ne si popull, shumë mirë ja u kemi marrë dorën krizave edhe dim me u gjindët në to, edhe me mbjetu, edhe me i te i kalu. Edhe këto e kemi dëshmos historikisht. Mirë po, njëkohësisht jemi i njëjti popull i cili mirëqenjes edhe rahatis halos ja kemi marrë dorën. Në kuptimin, pikërisht në kuptimin e vlerësimit edhe të respektit që duhet të kemi për njëri tjetrin. Për arsye se nuk e di, shqyr Zotit nuk kemi eskalime në atë kuptimin e si me thonë, pasojave radikale. Mirë po, si shoqëri, nuk e di a kemi qenë ndonjëherë më të përçarë edhe më të konfliktuar, të paktën verbalisht, edhe shpirtërisht, se sa jemi sot. Se ndodh kjo hoxh? Po, na kemi prirje. Për shkak se ndërgjegja për sakrificën po shkon drejt haresës në shoqërinë tonë? Sigurisht do t'i kthehemi edhe kësaj, po pra po them, mbasi si jemi mësu, kohë gjatë kemi jetu në robëri, edhe ndoshta nuk kemi kalu shumë, ose sa duhet kohë në liri, për t'ja marrë dorën edhe liris pak. Ose për t'ja marrë dorën edhe sovranitetit pak, edhe pse asi sovraniteti absolut, e veç Allah fuqiplot është sovran absolut, po megjithatë një situatë edhe një rrethan cilën ti pyetesh për veten tënde, ti vendos për veten. Na është dhënë një mundësi, ani pse ankohemi se është e kufizuar, na është dhënë një mundësi edhe neve,
Po unë thëmë, edhe nëse është e kufizuar, nëse ti e shfrytëzon atë që është e pakt, po e shfrytëzon deri në maksimum. Atëherë ajo sakrifica jote, angazhimi jot për ta shfrytëzuar të mirën deri në maksimum, sigurisht që ka me hap horizonte tjera në cilat do të jepet hapësira edhe më tepër. Mirë, po nëse e keq përdorim edhe lirin, qoftë duke qenë mos mirënjohës, qoftë duke qenë edhe jo të afërt, edhe tolerant me njëri tjetrin. Pastaj duke mos qenë edhe të ndershëm sa duhet. Duhet ta kuptojmë edhe këtë. Ne i trumpetojmë shumë patriotizmet, atë dhe dashurisë, kombëtarizmet e gjonat këtilla, që disa prej tyre thjesht janë fjalë dhe folklor, po shumë i trumpetojmë, mirë po harrojmë ose mendojmë thjesht veç që me rahë gjyks për trimëri edhe për guxim, edhe me thonë nëse e lyp nevoja ne i mbathim çizmet edhe një herë ose i kapim pushkat edhe një herë ose kështu me radhë, mendojmë se veç kjo është patriotizëm dhe atë dashuri. E nuk është realisht. Unë e kam thonë edhe vazhdoj me e thonë edhe shumë me komoditet i qëndroj mrapa kësaj. Një kohë për një mend ka qenë atë dashuri dhe patriotizëm e ka pushkën, po sot me ka pushkën është krim. Për arsye se pushka është veç për njerëz të autorizuar në mënyrë të veçantë që i autorizon edhe u alejon ligji me pas armë, ndërsa ne të tjerat, lapsi është pushka jonë, kompjuteri është pushka jonë, mjetet e punës, sinceriteti, përzemërsia, ndershmëria, puna ashtu si duhet. Që është patriotizmi i kohës sotme. Mos shfrytëzimi i situatave për përfitime personale në dëm të tjetrit, që është patriotizmi i kohës sotit. Neve kemi apelet që i bojmë shoqërisë dhe komunitetit në vazhdimësi. Për shembull, kanë fillu temperaturat e larta të verës. A e din çka është patriotizëm sot? Sot është patriotizëm me rujt ujin. Ani pse ne si shoqëri dhe si komunitet fare pak flasim për këtë temë. Për arsye se mendojmë se kemi ujë ball, a në të vërtetë nuk kemi ujë ball. Si Kosovë nuk kemi ujë mjaftueshëm. E kemi një aset që është ujmani, e që hala nuk e kemi shumë të sigurt edhe të zgjidhur si problem në kompetencën tonë. Po edhe po të ishte, edhe po të kishim ujë mjaftueshëm, i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë mos e tepro me ujë, mos e tepro me shpërdorimin e ujit edhe nëse jetë duke marrë abdes në një lum i cili rrjedh. Ai lumi ka me rrjedh, që ai ujë ka me kalu, nëse ti se shfrytëzon ai ka me shku te poshtë, amo edhe që aty mos e tepro me shpërdorimin e ujit. Pra ideja është e mendësia, të vlerat. Jo vetëm të mendësia, bujar, po i kemi do teste të përditshme. Me të cilat kemi mundësin me dëshmu se jemi liridashës, advedashës, patriot, të ndershëm, human, çka duhet thuj, edhe në qato teste janë të përditshme, nga njerë duken se janë shumë të thjeshta dhe të lehta, mirë po në shumicën që aty në testeve bim. Unë me shumë keqardhje kaloj rrugës edhe e shoh ndonjërin me një zorë duke fladit asfaltin. Mas gjysmore ai asfalt thahet, ngrohet prap, diellin se ke nalë, temperaturën se ke ullë, qa ke bo, ujin e ke shpërdoru. Ose njerëzit thojnë, olla, mos të bëjt tem ujin, mirë, po i kemi çdo gjë e cila është e përbashkët. Çdo gjë e cila është shoqërore. Njerëzit sot në mesin tonë janë shumë me shumë fanatizëm e ruajnë pronën private. Edhe shumë rregull kjo, për arsye se edhe të drejtat e konventat ndërkombëtare, njerëzore, në mesin e tyne bazike është e drejta e pronës. Po dhe Islami, subhanallahu, shumë fuqishëm proklamon të drejtën e pronës. Edhe shumë rregull është njeriu me fanatizëm me rujt pronën private. Por edhe publikja është pronë e jona. Edhe atë s'do të me shpërdoru. Edhe atë s'do të me bot deponim beturinash.
Shtëpijat i kemi të pastërta, oborët i kemi të rregullume, sokaqet i kemi katastrofë. Po su kujdesëm ne, kush po na i bën të atilla, vetë po i bojmë. Vetë e mbajmë shtëpinë të pastërt, vetë i qesim mbeturinat në rrugë edhe aty ku s'duhet. I mbas ditorin e shohim njerëz duke hedhur mbeturina jashtë kontenjerave. Për cilin patriotizëm me folmo, për cilin atë dashuri me folmo, për cilin ndershmëri. Edhe të njëjtit me bë me u përballë ose me ul në tavolinë me ta, të komplekson me retorik qysh do të me konë shqiptari, patrioti, advëtari, bla bla, janë këto muhabete, jo valla, kallëzëm ti mund qysh do shme konë njeri në radhë të parë, e pastaj me ato finesat e njerëzillëkut të humanizmit, të mirësisë, të mirësjelljes, bëhesh edhe adhëdashës edhe patriot, edhe shqiptari mirë. Nuk mund është me konë shqiptari mirë edhe kombëtari mirë me më thonë mu, unë e ty nuk të pranoj për shqiptar, për shkak se ti je musliman. Qysh ti shqiptari mirë me këtë retorik kaq përçarëse, kaq eliminuse, edhe me mdalë ti mu me ples ose me një shenjë të identitetit kombëtar ose me të UÇK-s ose me kështu me radhë. Ne mund të qasaj ti po donë një pjesë shumë të madhe të komunitetit edhe të kombet me eliminu, çfarë shqiptari jeti, çfarë patrioti jeti. Ti do të bësh shqiptari mirë edhe patrioti mirë, nëse sillesh mirë me secilin pavarësisht a mendon ti sikur ai, a beson ti sikur ai apo jo. E tash ne për një mend e them me komoditet. Po ne si musliman, neve islamin na mëson që me secilin me u sill mirë pavarësisht a e ndajmë edhe besimin me ta. Do thonë çdo pikë, çdo gjë që e kemi të përbashkët me tjetrin, duhet me e shfrytëzu për të mirë. Me dikend, për shkak se e ki besimin të përbashkët, ki obligime specifike. Me dikend për shkak se e ki gjuhën të përbashkët edhe përkatësinë etnike, edhe ndaj ti ki obligime edhe borxhe, detyra. Me dikend, asnjëra as tjetra mundën mos me të nda, por mundët me të bashku gjeografia, e ki fqi, e ki kojshi. Edhe ndaj ti ki obligime dhe detyrime. Ndonjëri ndoshta një herë në jetë e takon, po Islami të mëson edhe me ato që me u sill. Kështu që Anoj që skajshmërisht kemi nevojë për një ndamje të esencës dhe ambalazhave të rrejshme edhe të liridashjes, edhe të advëdashurisë, edhe të patriotizmit, edhe të vlerave të ndryshme. Ka nevojë shumë për arsye se nga njerë duke u ambalazhu gabimisht, ty të servohen gjana që nga njerë mundën me qenë edhe të damshme. Dhe hoqë, liria, pra pre kur e gëzojmë lirim, në ndajnë 26 vite mbrapa. Dhe kemi dy lloj brezash, ata cilët e përjetuan edhe luftën dhe ky brezi pas luftës, që tash janë 25, 26 vjeçare, kështu me radhë. Lirisht që e din 30 vjeç, se edhe s'kanë mbajt mend shumë. Pikrisht. Kemi pra prej atyre që nuk e kanë përjetuar luftën, që janë gjenerata, apo janë mosha më vitale e shoqërisë. A mendoni kjo gjenerat, ky brezi pas luftës, ka konceptin e njëjtë për lirinë, sikurse ata të para luftës dhe din ta vlerësojnë në të njëjtën formë? Tendenca për përgjithësim do të ishte e gabueshme. Do të gabonim sikur të thonim e kanë, ashtu sikur se do të gabonim sikur të thonim nuk e kanë. Ka prej djemve të ri që janë skajshmërisht edukuar mirë në këtë kuptim për cilin po flasim. Edhe ka të atill që jeta, për shkak se i ka përgdhel, ata dhe janë llastu, edhe për shembull i dëgjon duke thonë, po hajtë bre se subonomi që ka qenë një luftë. Edhe unë mendoj se nuk është vetëm lufta, po edhe para lufta. Madje para lufta ka qenë më e vështirë se lufta, edhe pse lufta për disa ka qenë shumë e vështirë. Këtu pra kemi dallimen mes njerëzve, edhe përgjithësimi do të ishte gabim. Por ajo që e them prap me përgjithësi të plot, për arsye se e kam thonë, nëse zgaboj, e kam thonë ndoshta në shkurt, me rastin e përvjetorit të pavarësisë të Kosovës, ose mund ta kem thonë nëntor të vitit kaluar, po pa ka rëndësi kur e kam thonë. E
kom thonë, lirin nuk e përjetojmë njëjtë sikur ne që e kemi përjetuar. Dhe atë kohën e vështirë, robrin edhe luftën, sikur ata të cilët janë rritë vetëm në liri. Pra unë edhe djali jem nuk e përjetojmë lirin njëjtë. Të dy të duam lirin, të dy të dim se është shumë mirë me jetu në liri, jemi shumë të bindun, mirë po, në mendoj se brezi im e përjeton atë shumë ma mirë dhe shumë ma këndshëm. Din me e vlerësu shumë ma mirë. Dhe për këtë arsye sot brezi im prap pa përgjithësu, janë shumë ma të vëmendshëm edhe në kuptimin e tolerancës, zemërgjërësisë, sabrit edhe durimit tjetrit. Nuk konfliktohen për gjithçka, por derisa këta të rritë me ka 20, 22, 3, 4 vjeç, këta për gjithçka deri te ato më të rëndat, deri te si me thonë, shkrepja armëve, shkaktimi i lëndimeve të rana, ose i vrasjeve ndërmjet vete. Pse? Pikërisht për shkak se ai nuk e ka idenë në radhë të parë sa e rëndë është vrasja, ose tentimi për ta vrarë tjetrin, edhe sa i rëndësishëm është një njeri, sa e çmueshme është jeta e një njeriu, edhe sa në rrezik vazhdojmë të jemi akoma prej atij që deri dje e keshim armik, vazhdojmë ta kemi edhe sot, për arsye se funit një që i thojnë të na mares, ose një pajtim, ose një shpallje të përfundimit të hasmërisë dhe të armiqësisë, zyrtarisht edhe formalisht hala se kemi bo. Dhe mendoni se... Apo më kupton drejt çka po them. Për këtë arsye, fqinji ynë verior, Serbia, hala arreston djemë të ri, për shkak se kanë qenë pjesë e UÇK-s, madje edhe për shkak se kanë qenë, vazhdojnë të jenë, ose kanë qenë pjesë e strukturave të sigurisë, policisë të Kosovës, ose forcës së sigurisë. Mbrojtje të vendit. Veç pse ka kontribu për mbrojtje të vendit vetë, ai arreston, për te haloj e armik. Po, gjithsesi ata i dallojnë në gradë armiqt, atë që mundet me dhonë ma shumë kontribut për sigurin e vendit, ato e trajtojnë ma armik se sa një njeri të rëndamt për ndryshe armiqimi për ta. Është e rrezikuar liria kur e shohin vazhdimisht si të mirëqen? Nëse e zhvlerësojmë. Nëse referojmë asaj që thatë, që vazhdimisht... Nëse e zhvlerësojmë bojar, po, rrezikohet besoj. Rrezikohet nëse e zhvlerësojmë. Sikur çdo mirësi tjetër. Shpërdorimi i çdo mirësie mundet me kushtu me privim prej asaj mirësie. Çfarë duhet të bëjmë që po t'ingoj pak subjektiv, që të mos turprohemi para gjeneratave dhe brezave të ardhshëm? Duhet të investojmë shumë në edukimin e tyne. Po, fjala edukim është prej fjalëve më të lehta për me i shqiptu, po menoj si proces është ndoshta prej më të vështirave, edhe që lyp për kushtim edhe aktivitet të vazhdueshëm. Edukimi është proces pra që nuk bëhet me një veprim, as me një veprim sa do i madh që tjetë ai, mund të bëhet me veprime, ose duhet të bëhet me veprime të vazhdueshme, qofshin ato edhe të vogla. Kur them qofshin ato edhe të vogla, qëllimi është, për shembull, fëmijët e vegjël, nuk mundu me ju thonë, merreni një libër me 1000 faqe dhe lexone. Nuk i thuhet fëmijët kjo. Mësimet e fillestarëve, fëmijëve të vegjël, janë prej abetarës edhe ato gjithmonë, edhe prindi, edhe mësuesi, edhe mësuesja, duhet me qenë ata që e përdorin ma shumë abetarën, e fëmijëve duhet me thonë, thuaj A, B, C, qështu? Duhet me gjetë, kur ti mësojnë 4-5 shkronja, duhet me gjetë një fjalë prej më të letave, që mund të lidhen ato shkronja një fjalë, ama përsëritet disa herë, kjo është edukimi. Veprim i vogël, mirë po i vazhdueshëm, që ai që edukan, në këtë rast janë prindrit, janë mësimdhënësit, janë punëtorët e medias, janë, pse jo, edhe politikanët, edhe vendimmarrësit. Po duhet jetë se cili njeri i pjekur, pavarësisht a ka lidhje të drejt për drejt të gjakut me brezin e ri,
duhet jetë punëtori i edukimit në mënyrën e vetë, me përgjegjësinë edhe kompetencën e vetë që e ka, ashtu që me ju tregu të rinjve se nuk e duam ne lirin për inat dikujt që e keshim, ose vazhdojmë ta kemi armik, po e duam lirin për shkak se ajo në takon edhe njeriu pa lirin nuk mund të jetoj dinjitetshëm. Përveç nëse, sigur se e përmendëm në fillim, përveç nëse pranon me u tjetërsu, po nuk mbetesh njeri, mbetet forma e njeriut, po brendia ka ndryshu. Kemi shumë përgjithësi, nuk mjafton me fol, nuk mjafton me bo emisione, nuk mjafton me bo ligjerata. Nëse kishit një mesazh të vetëm për popullin e Kosovës, cili do të ishte ai? Edhe pse shumë mesazhe keni përcjell gjatë kësaj bisede. Po, sigur të më thuaj vetëm një mesazh, do të thoja, duajeni vendin, edhe popullin, edhe kombin, duajeni ashtu që do të me e dasht. Mos e duani mrapsht. Tash ti mundesh me thonë, hajtë zbërtheje pak, se ndoshta e formulova në mënyrë shumë enigmatike, po mos e duajeni mrapsht, do të thotë, mos e ki gojen plot vlera e veprat një pas katastrofë, antivlera. Mirë, do të shputemi të dashur miq për pak çaste, rikthehemi pas pak presin telefonatat tuaja. Jemi rikthyer dashur miq, vazhdojmë tutje, të realizojmë emisionin e thëna e pa thënë në pjesën e dytë, ku është koha që të mirëpresim telefonatat tuaja dhe mesazhe. Ndërkohë kemi telefonatën e parë, të cilën do ta mirëpresim një herë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe të bën kadu pak në bisedë. Si? Përndas ju edhe Hoxhën. Faleminderit. Një temë shumë e vlefshme që bisedohet dhe përmbeti na kemi dhënë mundësinë të bisedojmë bashkërisht kështu për çështjet e vlerat e luktës edhe për orientimin e shoqërisë në drejtime të duhura. Unë jam një veteran, po ajo është Hoxha, unë jam Haxhia. Ju Hoxha. Hoxha ka dhënë për Haxhia. Po gjatë luktës kemi kaluar një bukur vështirë, po kemi kaluar me një kënaqësi të veçantë, që kemi di që e presin lirien. Edhe kjo liri sot që e gëzëm na është një vlerë e madhe edhe për popull edhe për brezat e arshëm, veç që do të me ushqy këtë liri edhe besoj që në të ardhmen brezat e arshëm do të shkojnë rrugën edhe më drejt, të respektojnë ligjin, të respektojnë kushtetutën edhe kështu që të shkojnë më tutje. Hoxha të më dëgjuar, më të dëgjoj, na ka shpjeguar për sinqeritetin, për dinjitetin, për devotshmërinë. Na ka shpjeguar që pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka fituar luftë e pa kushtar për punën e ushtrisë të madhe. Edhe ai ka pa kushtar për kemi fituar një liri punën e ushtrisë që ka qenë gjykatare, a shumë. Pak na si veteran të luftës, pak kemi kërkuar që na që kemi bon luftë, e ka obligim shteti ne më na kthy ato burset. A nuk e kemi menuar fat se këtë vend e kemi thithaurin, kemi pi ujin, e kemi hangër bukën këtë vend, e kemi pas obligim vendet e jut me çotuën, me marr pjesë se mund ta kanë me ka invalid, pa ka invalid, me ka veteran, pa ka veteran. Po gjithë ata veteran që kanë dhënë luftë, kanë dhënë mendje të dëshmor që ka piku gjak këtu. Aty në lavdi qoftë Allahu shpërblet me xhenet. Amin. Ata që namën të luftës të përfitera, që pa e dhezë as një plomë, kur për të pushën shkollë, pa vlera, edhe mundohet dolin për para, edhe cungojnë lirinë e venit, sikur tash për shkak rastin e kim më konkretisht. Më për mua është e pavlefshme është kur 30 herë ulet një kovend, a na nuk kemi luftuar që kovendesh, na kemi luftuar që kovendet tona të jenë në shërbim të popullit, shërbim të lirisë. Ishte kënaqësia më e madhe kur ky vend pak të zgjatë, na sa pak, po na sa si më rasti se na sa Hoxha na i përmbledh tani pak më shkurt,
që vendi ju në shteti jëtë për të forcoj ushtërinë. Qëtë armatosën poshtë e tim një armek të përvetumë. Ja, dhe gjithmonë kam me pas armek se neve zotin e ka bo obligim luftën. Na do të me konë pregatit gjithmonë, çdo herë çdo armek që na sulmon, do të me mbrojt këtu me gjake që është ka nevojë, do të me mbrojt apet. Po, do të më forcu që na sot me punu, nesër me së vajtu. Kisha pas shumë me diskutu, po nështë në herë me u gjmi për tasin, në herë vetë kërri bëna laf, e ju i shavë zot i shnet, edhe falenderit. Falenderit shumë Selam aleikum. për këtë inkuadrim dhe për këtë bisedë të këndshme. Inshallah kemi ndonjë takim për gëzime për të mira, pse jo. Edhe pse dëgjova me vëmendje, po kam qef, unë ti s'më autorizove, po marrë kompetencë me nënvizu një fjalë që e the, për arsye se e ke thonë publikisht nëpërmjet mediumit ton, edhe po kam qef me eri përsërit. Thot kemi luftuar që kuvendet tona t'je në shërbim të popullit dhe të shoqërisë. Pra kemi luftuar që t'jemi të bashkuar e jo të përçar. Nuk e kemi luksin me konë që ka të përçam sa jemi. Andaj ky si shqetësim edhe si apel po i bashkangjitem edhe unë. Edhe po e ngrisim së bashku, edhe duhet të gjithë atë vëdashësit me ngrit këtë shqetësim, edhe në një farë mënyrë me u bo një presion qytetar politikajve tonë që të bashkohen. Po pra. Mirë, vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Alo. Po, urnoni. Salam aleikum. Aleikum selam, a mund të largohesh prej televizorit, lutem? Po, moj. Mirë, ose Kam u një pyetje lezër. për Hoxhën. Cila është pyetja? Është, thash, kur shkojsh me vizitu të smurin, dhe me thonë, çfarë lutje do të me bon që të shkojsh me vizitu të smur në vend. E qartë. Qitë pyetje, Falenderit. me njerë kafsh. Hajse. Aleikum selam. Lutja por e Është vizitën një të shumë smur. është shumë vepër me vlerë me vizitu të sëmurin. Arsyeja e vizitës, synimi do të me qenë me fitu kënaqësinë e Allahut, gjithsesi për sevap do të me e ba, por arsyeja pse i smutit do të vizitohet, është se ai ka nevojë për një përkrahje, qoftë edhe morale. Ai ka nevojë me i dhon gajret. Edhe atë gajret ti dush me dhon me prezencën tonë. Kështu që njeriu kur shkon te i smuti, është mirë me praktikuar atë që i ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili të smutit i ka thonë la bes, kur gjë s'paske, tahur inshallah, pastrim inshallah. Edhe tash kur shkojsh ti edhe të shprehesh prafërsisht çështo. I thu, mirë ka ke, nuk ka ke keq, inshallah Zoti ta lehtëson, inshallah Zoti të pastron, inshallah të jep shërim të shpejt. Kështu që te i smuti lutesh me çdo lutje të mirë e cila të bjen mend. Eventualisht ka edhe lutje profetike që mund të gjinden, po menoj unë muj me i citu tash, po zbesoj që kemi i majt men, mund të gjinden në ato librat për mbledhjet e lutjeve profetike, që me u lutë që Allah i madhruar me i dhonë shërim të plot të smurit. Jem tani me një mesazh, thotë a lejohet me izbatu zakonet dhe traditat e mira dhe si me i dallu cilat janë në kundërshtim me fenë? Si të janë zakone dhe traditat mira, nuk ka mundësi me qenë në kundërshtim me fenë. Për arsye se feja islami nuk i kundërshton gjanat e mira. Islami i kundërshton vetëm gjanat e këqija. A ka mundësi dikush me mendu se është traditë e mira, ajo mos me ka në mirë, e kjo pastaj në realitet ka mundësi. Kështu që çdo gjë që është e mirë, ajo është e aplikueshme dhe Islami e pranon atë si të këtill. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Nuk jam dërguar për tjetër gjë, vetëm se ti plotësoj normat e moralit të mirë. Ti plotësoj, domethënë jo ti rënoj e të filloj ndërtimin e tyre prej zeros, mirë po ato që janë ekzistente të ndërtoj mbi to. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, alo? Urnoni? Alo, Po? salam aleikum. Aleikum selam. Po ta vetë 3 pyetje shumë të shkurta. Po, por largohu prej televizorit një herë. Më dëmoti. Pyetja parë. Unë ju pruj fëmijëve, po ju pruj shumë herë përmes telefonit. A kam gjëna? Qysh ju frym përmes telefonit?
Për mes telefonit të informacitin, a dhe... E thirë me telefona, po? Edhe... me telefon, edhe i prim për mes telefonit, a kam gjëna... Çka kënon? Edhe dyta, kur për fali i kindin, sënetin e i kindis shumë herë pa habitna, edhe për pa dho selam adin rekatin e dytë. E treta, kur po vinë sejde, nuk po pëjmë i qitë gojtë mas pari, po për qëtë dhurt, a kam gjëna ajo, që të tri pytje. E qartë. Pandit. Salam alaikum. Aleikum salam. Pa ju fry, thot fëmijëve për mes telefonit. Po, nuk na tregoj se çka kënon kur fryn. Nëse fryn me elham, me kul huwallah, me etul kursi, me kul eudha, frymi është në rregull, po nëpërmjet telefonit gjuna se ki, po nuk e dia ka efekt. Unë nuk muj me thonë që mundet me pas efekt. Ama gjuna nuk e ki nëse fryn me fjalë të Zotit ose me lutjet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo me diçka tjetër. Sunetin e kindis të bitëm në rekatin e dytë jap selam. Nëse jap selam në sunetin e kindis, në rekatin e dytë nuk ke bo kur zot keqe. Ki qef me i falë edhe dy, që është merë të këbir, i falë edhe dy, edhe i në regull. Se sunetet bon me i nda edhe dy nga dy, nuk prish punë. Kur shkojnë në sejdë, thotë se pari me duar, pastaj me gjunj. Thot nuk muj me ulshu me gjuj, a e kam gjuna, jo nuk e ke gjuna. Në regull je. Vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. A bon një pyetje për hoxhën? Po. E kam bërgohen një halë pëgja citron, e mu më këshillu e hoxha qa muj me bëhen. Po. Reja mi kalon 3 fëmijën, 2 dit para notës ka tragjedjav. Po. Edhe vetë do të pishpije se ka përzon kërkosh, është ku të boba i vetë, për arsyat shkoko nuk e dim, ku imi shkuna se familja saj, e kimi vetë sen, e ka pranu tradhtin që ja kish bot djallit tradhtin pej 2017, pej djallit mal dhe e rrit tash. Prezent familjes vetë, edhe prezent temit edhe djallit. E tashti, a bënaja mu këthyte djalli ajo. Shantën e fundit ja kom dhonë që tash Bajram Kurban, 3 dit pa 4, tash atë Bajram e kanë hongër thmija pa ty, djalli pishkil kret, të familja jote s'kime shku, vish me djall kime shku një not, edhe mu këthy, hajde të thmija të. E qartë. Nona vetë spra... Dhe thot familjarë të saj kundërshtojnë këthimin, apo? Si duket e kur telefonata, me gjitha të hoqë që keni ndonjë këshill për situatat të këtilla, duhet vepruar, thot është ofruar mundësia e këthimit, por me kushte. Martesa është gjë e shejtë, edhe do të me urujt me, që thojnë të na me fanatizëm. Mas me leju me u prish martesat për çka do. S'jam të folë konkretisht për pyetjen që e bani i nderumi, po në përgjithësi, martesat do të me i rujt. Burri dhe gruaja do të shumë tolerancë, shumë mirë kuptim me pas në ndërmjet vete. Edhe kur bëhen fëmija, masanej të dytë këta do të me u bo peng edhe kurban të aty në fëmijëve. E jo me ndodhe kundër tha. Mos pajtimet e veta me i vujt fëmija. Ja që të ne bujar kjo pun pak ka marrë frym në anë të ndryshme edhe nuk është duke u rujt institucioni i kurorës ashtu si duhet. Thot, a mundet me u këthy, nëse gruaja është nda, është divorcu, edhe kanë kalu 3 muaj prej ndamjes, ata mundën me u këthy, po do të me u kurorzu sërish. Do të me i bo kuror prap, nëse kanë kalu 3 muaj ose 3 cikle.
E nëse nuk jenë nda, po ajo veç ka dalë, ky burri i saj nuk e ka lëshu, nuk e ka divorcu, atëra është diçka tjetër, po nuk e kemi të lehtë me dhonë përgjigje nëpërmjet televizionit për shkak se edhe pyetja nuk ke shumë e qartë, edhe për shkak të ndërprerjeve. Unë të kisha thonë vllai nderuam, një hoxh që e ke mas afër me, takoje edhe bëne dert këtë punë. Vazhdojmë tutje, do të lexojmë një tjetër mesazh, thotë a duhet me I tregu dikujt që ja kam fal gabimin edhe pse ai nuk ka kërku falje, por u përmirësu shumë në raport me mua. Nëse I tregon, e sprish punë që I tregon, tregoj. Por nëse I tregon, e keme e bo mundi keq, e posaçërisht të e pas parasysh se po thua është përmirësu, atër s'ki nevoj me I tregu për arsye se Zoti e din që ti e ke falë filanin, edhe sigurisht që kemi pas shumë shpërblim për atë falje, edhe për atë ndjes. Pyetja tjetër thot, hoxh, ndodh sa herë afrohem te një sukses I madh, e shoh që po zbehem fetarisht, qysh me urujt prej këtij defekti? Pak e vështirë me imagjinu çka po ndodh me ty, po megjithatë sukseset tona vijnë gjithsesi për shkak të angazhimit që bëjmë, por jo vetëm, nuk është angazhimi ynë faktori kryesor, për arsye se sikur të ishte angazhimi faktori kryesor, nuk do të dështonte njeri, të gjithë do të kishin sukses. Po suksesi vije gjithsesi si dhuratë e Allahut fuqiplot. Edhe tash ndalo edhe mendo, po I afrojmë suksesit, po kam sukses, e po zbejmë fetarisht. Dhuruesit suksesit s'po I qëndroj me mirënjohje dhe me falënderim. Diçka s'është në rregull këtu. Kështu që mundohu me veten tënde me rregullu këtë punë. Thotë është gjuna nëse nuk mbaj hijab, por besoj në zemër dhe praktikoj namazin. Por që beson me zemër dhe praktikon namazin është sevap, ndërsa por që nuk mban hijab ke përgjegjësi. Për arsye se jetu I kry disa obligime, po edhe një obligim jetu e lanë. Thotë, cilat sure I ka thënë Muhamedi a.s. në namazin e duhas? Nuk di të ketë suret caktuara që I ka thënë namazin e duhas, kështu që edhe ti lexoj ato që ka të vijë më lehtë ose që ka I din më mirë. Dhe pyetja e radhës thotë si me ruajt sinqeritetin në fe, kur gjithçka sot matet me pamje e opinion. Po, pikrisht për shkak të kësaj e ruan sinqeritetin, për arsye se sinqeriteti në fe dhe në besim të vyn për shkak se ti je I lidhur me Allahun fuqiplot. Edhe këtu përkushtimi yt komplet 100% shkon për Zotin, ndërsa ata që pamja, paraqitja, dukja është gjithçka për ta, aty fen mos e shti. S'prish punë me u duk mirë para njerëzve, po jo me u fal mirë veç pse po të shohin njerëzit. E kështu që si të bëhen këto dy dallime, mendoj që bëhet më e mundshme për me ruajt sinqeritetin. Lexojmë edhe një pyetje, thotë disa këshilla për ne që jemi të sprovuar me evlad të sëmur. Si çdo sprovë tjetër, edhe smundja e evladit edhe dashurit është një test me cilin Allah I madhruar na vën sprovë, gjithsesi te evladi ajo dhem më shumë, por dijeni se ajo që dhem më shumë edhe shpërblimin e ka më të madh nëse duroni. Po nëse s'durojmë në sprova, prapë sprova do të mbeten sprova, do të mbeten të pakëndshme, nuk e ndrojmë realitetin, pse s'po bëjmë sabër, mirë po mbetemi pa shpërblim. E nuk ja vlen edhe I sprovuam edhe pa shpërblim. Për këtë arsye sabri është më I miri. Faleminderit shumë. Faleminderit aty. Dashur miq, kaq për sonte, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.